Por atë mbetet një figurë e pandryshuar, ajo është Dulla, që qëndron stoikisht. Qëra me fol për LDK-n është përgjithësi, po ku ka qenë LDK-ja e ku ka mbet, vaj halli, vaj me det, shikues të nderuar. Do-Arsën për shembull. Ç'a ndodh me Do-Arsën? Do-Arsa është kithra e politikës kosovare. Thuj, me po me të grith Do-Arsa, ama politikisht kur mo ditë bordha. Besojni LDK-s veç edhe një herë. Veç edhe një herë mi besu, nuk i besu në tënk, ushu. Veç edhe një herë. Amo kjo bo deputete. Veç edhe një herë. Do-Arsa tu ka bo deputete, a ke po qa mi ka bo Glaukut? Kur gjo? Qërë s'ka dasht më morë, Glauku nuk merret me Thmit Hallkut, o të ideal. O, ti shak, ajo ta ka qmëntu, frizur ta ka qmëntu. Nuk merret me Thmit Hallkut. Edhe njëherë kërë qartë, kërë ka kop letra, dokumentat, kërë ka bo me i Luqk, ajo ko shumë interesant. Në alu Luqk, tha, ti shpiv, tha, në i Luqk nuk shpivi, kërë ka bo Glaukut Luqk, që ato e hupi debatin, se Glauku për një moment, po leke Glauku. Po shlugarit me thonë Do-Arsa, Luqk, Glauku po leke njëri. Pare me nëjë Do-Arsën për balteje. Luqka jam i ka thonë, nëse s'ka bëj, du të me këshyra njerë, po Luqka jam. Nëse kërkujnë falje, po fjallën Luqka ka përmen, është mëse e vërtet. Po, e vërtet. Shikus të ndëruar. Luqka të ndëruar. Shikus të ndëruar dhe ju të gjithë që keni duhe për cilë emisionit politike, e veçanërisht emisionin Studio 2, ne personte po e përfundojmë, po e lëjmë si tem të hapur për me vazhdu në javën e ardhshme. Po besoj që keni mësu gradualisht me neve dhe keni me po që politika për pës anës tjetër, serioze, strikte, e ka edhe anën ose pjesën tjetër satirike, cilën në visare trajtojmë, po me nej bukur shumë dhe detaje.